Alarm në Serbi shpërthen mortaj afrikane tek dera do të azgjësohen 11.000 krerë. Autoritetet serbe kanë konfirmuar një vatër të re të ethes afrikane të derave në një fermë të madhe në rajonin e Vojvodinës, duke nisur procesin e azgjësimit të rreth 11.000 derave për të frenuar përhapjen e virusit. Lajmi u bë ditur nga ministri serb i bujqësisë, pylltarisë dhe menaxhimit të ujrave Dragan Glamovic, i cili deklaroi për televizionin publik RTS se virusi është konfirmuar në një fermë në fshatin Hërtkovci. Sipas këtij procesi i skartimit planifikuar të afro 11.000 derave ka nisur që sot si pjesë e masave të emergjencës për kontrollin dhe izolimin e shpërthimit të sëmundjes. Vojvodina është rajoni me popullatën më të madhe të derave në Serbi. Mortaja afrikane e derave është një sëmundje virale shumëgjithëse dhe me shkallë të lartë vdekshmërie për derat, por nuk transmetohet tek njerëzit. Sipas të dhënave zyrtare, sëmundja është identifikuar në rreth 70 vende të botës, përfshirë 16 shtete europiane. Në rajon, raste të ethes afrikane të derave janë raportuar edhe në Bosnjë Hercegovinë, Hungari dhe Rumani.